Në një akt solidariteti dhe humanizmi, sot u mbajt seanca e 49 të jashtëzakonshme e Këshillit të Komunës së Tetovës, ku miratua me unanimitet propozim vendimi për ndarjen e 1.2 milion denarëve si ndihmë financiare për familjet e viktimave dhe të lënduarve në tragedinë e 16 marsit 2025 në Koçan. Ky vendim nuk është thjesht një mbështetje materiale, është një mesazh i fuqishëm bashkimi dhe empatie, që dëshmon se Komuna e Tetovës qëndron pranë atyre që po kalojnë momente të vështira. Në këto çaste zije dhe dhimbjeje, kjo ndihmë shkon përtej vlerës monetare. Ajo simbolizon shpirtin e humanizmit dhe forcën e solidaritetit, duke treguar se së bashku mund të përballojmë çdo sfidë. Tetova e ka dëshmuar gjithmonë se nuk është vetëm një qytet, por një komunitet që bashkohet në momentet më të vështira. Kjo ndihmë nuk do ta shlyejë dhimbjen, por shpresojmë që do të sjellë pak lehtësim dhe do të jetë një mesazh i qartë se nuk jeni vetëm. Komuna e Tetovës mbetet e përkushtuar për të qenë pranë qytetarëve në çdo kohë, duke dëshmuar se solidariteti është themeli mbi të cilin ndërtojmë një shoqëri më të drejtë dhe më të ndjeshme.